Partia Demokratike zhvilloi protestën e dytë para kryeministrisë, e zhvilluar në formën e një foltoreje për deputet të opozitës si dhe qytetar. Opozita kërkoi largimin e kryeministrit Edi Rama dhe Belinda Ballukut, e cila u pezullua nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministri energjetikës dhe infrastrukturës me një vendim të GKK, pasi më parë u mor zyrtarisht e pandehur nga SPAK. Duke filluar nga presidenti Ilsidiaj Pastrano, sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, sekretarja e përgjithshme e Partisë Popullore Europiane dhe një seri oratorësh të tjerë. Droga e Edi Ramës ka marrë dhënë. Edi Rama krahasohet sot me narkodiktatorët më të rryer të planetit. Miqtë e mi, këto mesazhe janë një thirrje, janë një inkurajim i madh për ne. Të vazhdojmë këtë betejë me të gjithë guximin ton, me të gjithë fuqitë tona. Sonte para nesh folen disa të ri dhe u i përgëzoj për fjalën e shkëlqyer që mbajtën. Krishti kishte ditëlindjen dhe ati ja uroi 120 vjet. Vite të lumtura. Por atyre dhe çdo triu shqiptar unë kujtoj se historia, se koha thret se cilin prej tyre tjetë në këmbë për të shpëtuar vendin nga kjo katastrofe vërtet në cilën rrokulliset. Të dashur miq, këto ditë Shqipëria është e ngërthyer e tëra një debat për tunelin e Llogaras, në të cilin kanë vjedhur 50 milion euro. Minimumi e vërtet është 90-97. Por kjo shumë çdo shqiptar duhet ta di se është shumë më pak se 100 apo 200 e atyre që kanë vjedhur këta hajdut të paftyrë. Përveç kryedemokratit Sali Berisha, në protest morën pjesë një sër figurash të njohura nga opozita, si Ervin Saliani, Gazmend Bardhi, Tedi Blushi, Flamur Noka e të tjerë. Tubimi i cili zgjati për rreth 1 orë e gjysmë, shpalosi edhe kreativitetin e protestuesve, të cilët shfaqen mesazhet e tyre ndaj qeverisë përmes pankartave. Jemi mësuar me i parë në sy dhe me i thënë që ka ardhur dita që prangat duhet t'i varen po këtu në mes të sheshi nga ju. Të dashur nëna që nuk keni më fëmijët tuaj që flini gjumë vetëm e fotot e tyre. Të dashur bujq që sot vuani dhe punoni si në mesjet. Të dashur minatorë që jeni ngritur në grevë dhe pretendoni për statusin tuaj. Të dashur nxënës që gjeni dite për ditë universitetet mbyllura. Të dashur vëllezër dhe motra që endin nëpër spitale dhe nuk gjeni kura. Të dashur njerëz dhe bashkëvuajtës që jeni sot onkologjiku dhe merrni shërbimet mizerabël. Ka vetëm një fjalë, dhe kjo është Rama ik me shpirtik. Unë jam Kastriot Prenga nga Mirdita, një babaj 3 fëmijëve dhe prej disa vitesh punoj si minator në minierën e Spaqit. Besoj se pak janë në këtë vend që nuk kanë dëgjuar për këtë minierë, ku në kohën e diktaturës kanë humbur jetën jo pak njerëz. Dhe sot të kësaj dite, kushtet në minierë nuk kanë ndryshuar shumë nga atëherë. Kompania shet bakrin e nën tokës tonë, por nuk do t'ja di për ata që e nxjerrin atë.
Jemi njerëz të varfër, që halli na ka detyruar të punojmë për atë rrogë që as e tillë s'mund quhet. Prej gati një muaj dhe atë pak lëmosh që na jepnin duke hyrë 10 metra në tokë, nuk e kam më. Kjo sepse guxuam të kërkojmë të drejtën tonë, kërkuam pak dhe dinitet dhe kushte më të mira pune. Ne nuk jemi slevër që të trajtohemi si të tillë. Unë jam një prej atyre 70 minatorëve që kompania i hoqi me një të rënd të lapsit, vetëm se guxuam të kërkonim të drejtën tonë dhe një jetë më të mirë për familjet tanë. U ankuam në shtet, por ministria bënte sikur nuk dëgjonte. Njerëzit që dërgoi nga inspektoriati i punës për të negociuar në vend që të ndalonin aty tek dera minierës, aty ku ishim ne, shkuan tek zyret e administratës. I pritëm 6 orë në shi dhe në erë, dhe kur dolën na thanë, ndërprisni greven, do ngeleni pa bukë, me çfarë do ju ushqeni fëmijët tuaj. Testuam dhe para kuvendit me 30 tetor. Hynin e dilnin deputetët e Partisë Socialiste, na shikonin, por për ne nuk ekziston ashtu siç ekzistojnë për shtetin dhe kompanitë, që duket se ka paguar haraqin tek kjo godin këtu. Përse u ngritem ne? Për kushte pune, sepse hym në galeri dhe nuk e dim a do dalim që andej. Për një pagë që na siguron një jetë më dinjitoze. Në ato toka kemi lindur, jemi rritur e kemi lindur fëmijët. Por fitimet e saj po ikin sa në gjepat e pushtetit dhe ne s'dim se ku. Për ne asgjë. Sot moti është ftohur në Mirëditë dhe bora ka filluar. Unë jam i pa punë. Fëmijët e mi duan ngroje dhe veshje. Bora do të bëjë të sajen e nuk pyet ke apo s'ke të blesh dru zjarri. Apo veshje. Ku të ankohemi? Kush na del për Zot? Mua dhe shokëve të mi, si që jemi 70 shok atje. Sot dëgjojmë për milionat e vjedhura, në tunele, në rrugë, në koncesione, a ku di unë tjetër se çfarë. Ndërsa ne jemi çdo ditë para dyrëve të minjerës për bukë në gojës. Pra, ky është shteti dhe këta janë ata që na drejtojnë sot. Për shkak të këtyre hajdutëve jemi këtu, ku jemi. Po na ikin vëllezërit, fëmijët. Se këtu nuk ka drejt të jetojë, vetëm ai që ka pushtet. Çdo vështirësie, pas çdo vjedhje galopante dhe pas çdo vuajtje të dursakte, duhet i vidhet prona për projekte të quajtura funksionale. Familje të tëra janë zgjuar duke parë se toka e tyre, shtëpitë e tyre, investimi i tyre, prona e trashëguar brez pas brezi, është shkelur, ndryshuar, pa konsultim, pa u dëgjuar, pa ju marrë asnjë mendim dhe duke ja vjedhur për t'ju shqitur interesave klienteliste. Pra ky është dursi. Ky është dursi që ndryshe shitet në ekrane dhe ndryshe është në realitet. Kjo nuk është vetëm padrejtësi. Kjo është dhimbje. Kjo është goditje ndaj dinjitetit të qytetarëve. Është grabitje e të ardhmes së brezave të ardhshëm. Një sistem që ka provuar dhe ka qenë rezultat i vjedhjeve galopante të socialistëve në 34 vite. Sot, edhe pse Van Gjushdako është në ankuz, politika e tij vazhdon ndërmjet pasardhëse nga kryetarja marionet Emiliana Sako dhe kukulla Edi Ramës. Dhe të gjithë dursakit e ndershëm, ky qytet po përdoret dhe nuk po zhvillohet, po vidhet në mënyrën më të keqe të mundshme. E ndërkohë që qytetarët vuajnë, e ndërkohë që qytetarët shikojnë se ardhmja e tyre shkelet, se prona vidhet, se qyteti shkatrohet dhe çdo gjë tjetër merr rrjedh, jo për të jetuar, por për të shkatruar. Sot të rinjtë e aty qyteti, të rinjtë e Durrësit dhe të rinjtë e gjithë Shqipërisë kanë frikë. Kanë frikë të dalin e të flasin, të bërtasin dhe të thonë atë që duan, të besojnë dhe t'ju transmetojnë të gjithëve. Në për Europë, në për botë, kudo kanë treguar se gjenerata e re, gjenerata e të rinjve ka përmbysur regjime dhe këtu ka ardhur momenti që të rinjë të rrezojnë regjime, të rrezojnë maskaren, fundrinat, plerat, legenat, qelpsirat, hajdutët, maskaren dhe gjithë ata që nuk e duan vendin, gjithë ata që luftojnë dhe punojnë për Belinda Ballukun, të gjithë ata që luftojnë dhe punojnë për Edi Ramën, të gjithë ata janë pikërisht fatkeqësia më e madhe e këtij vendi. E ndërsa të rinj duhet të marrin frenat, kërkojnë mbështetje.
kërkojnë mbështetjen e çdo qytetari, e çdo shqiptari, e çdo të riu dhe çdo të reje që jeton me ndershmëri.